Mirë se erdhët në recetën e radhës, sot për ju do përgatis një trileqe e cila bëhet shumë lehtë dhe është shumë e shijshme. Pra krejt që ka nevojitet janë 6 deri në 7 vezë, 10 lugë të gjellës miell, 7 lugë deri në 8 sheqer dhe një pluhur për pjekje. Së pari rrahim vezët dhe pakës kokra krip, po ashtu shtojmë edhe sheqerin derisa masa të dyfishohet. Pasi masa është dyfishuar, shtojmë edhe 10 lugë të gjellës me miell dhe një pluhur për pjekje. Më pas e përzijem vetëm me lugëdore derisa mos na mbetet asnjë kokër nga mielli në brum. Më pas e pjekim në temperaturë 200 gradë për 20 minuta, pasi të është ftohur pak, e çpojmë kështu si në video dhe më pas i hedhim 2 hoplla dhe 1 litër qumsht, po ashtu edhe një qumsht të trashë të konzervuar. Nëse nuk e keni, nuk përbën asnjë problem. Dhe krejt për fund i vendosim edhe karamelin. Mua nuk më mbetet gjë tjetër, shpresoj që po kënaqeni me recetat e mia e ju mos